Sistemi financiar shqiptar e mbyll vitin 2025 me një vëllim rekord të huas për ekonominë, duke arritur në total vlerën e 929 miliard lekëve. Kjo shifër për të volumit zbulon një ndryshim rrënjësor në sjelljen e huamarrësve, ku peshën kryesore e orientimit drejt stabilitetit afatgjat dhe monedhës vendase. Shtylla kryesore e këtij portofoli është huaja afatgjat me afat maturimi mbi 5 vite. Në këtë segment individët janë aktorët më aktiv. Ata zotërojnë mbi 233 miliard lekë kredi në monedhën kombëtare, edhe më pak në valutë, duke konfirmuar se preferenca për investime në patundshmëri mbetet dominuese me një kujdes të shtuar ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit. Në krahun tjetër, sektori i korporatave jo financiare private paraqet një dinamik më komplekse. Biznesi i madh udhëheq investimet kapitale në valutë me mbi 92 miliard lekë, ndërsa në monedhën lekë ky sektor ka injektuar mbi 112 miliard lekë për plana afatgjata. Megjithatë, ndryshe nga individët, bizneset vijojnë të jenë konsumatorët kryesor të huas afashshkurtër. Për nevojat e menjëhershme të likuiditetit dhe qarkullimit të mallit, korporatat private kanë marrë 80 miliard lekë kredi me afat deri në një vit vetëm në monedhën lekë. Në analizën e detajuar sipas madhësisë së sipërmarrjes, biznesi i mesëm shfaqet si një forcë e qëndrueshme në kategorinë afatmesme dhe afatshkurtër, ndërkaq mikrobiznesi dhe biznesi i vogël, ndonëse me shifra më modeste pasqyrojnë një rritje të nevojës për financim, ku vetëm në sektorin e bizneseve të vogla, huaja afatgjat në lekë ka arritur në 20 miliard lekë në fund të këtij viti. Një tjetër element që bie në sy në këto është huaja afatmesme prej 1 deri në 5 vite, ku vjetër e një shpërndarje thuajse e barabartë mes lekut dhe valutës, ndërsa ndërmjetësit e tjerë financiar dhe korporatat publike luajnë një rol mbështetës, ndonëse me volume më të kufizuara se sektori privat. Shifrat e fundvitit 2025 konfirmojnë se ekonomia shqiptare po lëviz drejt një cikli investimesh që shtrihen gjatë në kohë. Me rreth 65% të gjithë borxhit të përqendruar në huatë mbi 5 vjeçare, tregu tregon një lloj pjekurie ku kapitali nuk përdoret më thjesht për konsum të çastit, por për ndërtimin e aseteve afatgjata për familjet dhe sillrimin e bazës prodhuese për biznesin e madh.